Mirë mëngjes të dashur miq, mirë se na erdhët në Vila 24. Sot, siç e shihni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, dhe mirë se gjeta dhe juve që na shikoni nga shtëpia. Ja kështu, sot siç e shihni në gatim, unë nuk jam vetëm, jam me një të ftuar special, po e quaj kështu, pjesë e News 24, pjesë e familjes sonë, për ditëshmërisë, e kafeve, e korridoreve, e punëve. Të gjitha nga pak. Dhe tani e kemi marrë këtu në kuzhinë të na gatuaj sot. Për treguar një tjetër nivel kuzhine, për të thënë vërtetën. Ti themi gjërat siç janë, për ta çuar kuzhinën në një tjetër nivel, edhe të kuptojnë dhe njerëzit çdo fjala kuzhinë. Nga vjen, nga ato dy duar vjen fjala kuzhinë. Unë falenderoj shumë që pranove ti jesh këtu. Mbi të gjitha, sepse kur me Marcelin po flisnim çfarë do gatuanim sot, më tregoj disa prej specialiteteve që kështu që me zor zgjodhëm, po zgjodhëm dy tradicionale, njëra prej tyre, dhe të shpejta në të njëjtën kohë. Patjetër. Do flasim në fillim do të kemi byrekun me qumësht. Kështu quhet, pra byreku me qumësht, të cilin ju thoni, "Ua, po sigur çfarë është?" Po jo forma që e bëj unë. Jo, sigurisht, pa, ajo është diferenca. Këtu bëhet diferenca. Kështu që ne do të fillojmë në radhë të parë për të qenë kështu të sinqert me publikun. Ne kemi bërë këtë me peta të gatshme. Po, si që bëj një pjesë e mirëzonjave, zgjedhin t'i bëjnë petat gatshme dhe për kollajllëk. Sigurisht që ka dhe nga ato që i hapin petët një nga një dhe i pjekin pastaj, po do një çik koha e gjëja, gjë që nëse kemi këtu. Po, nuk është se unë s'di të hap petët, por është çështje vetëm çështje kohe. Edhe të thash tash ti hap petët, më thej jo, të lutem them mos e nis këtë muhabet, kështu që kemi marrë këtu petët të gatshme, të cilat i kemi bërë gati vetëm për efekt kohe. Ju do ju haj edhe pak kohë në momentin që do ta hapni ato petët, po njësoj është, dhe do të fillojmë me ingredientët kryesor, edhe në fakt jo vetëm kryesor, por edhe të vetmit që janë. Të cilët janë? Të cilët janë veza. Të fillojmë një herë me vezën. Ja, do të marrim një tas të tillë. Na duhet pak i madh tasi sepse kjo do përzihet dhe me ingredient tjetër që është qumshti. Prandaj quhet byrek me qumësht. Nuk është koincidencë dhe fjala. Pra, do të fillojmë me sa vezë të duan? Në fakt duhen vezë. Të duhen 4 ose 5 vezë për qenë të sigurt, dhe për qenë se nuk mora një tas, po i kemi sa më mirë. Erdha, mos u mërzitë. Se çdo kuzhinier profesionist ka nevojë për një ndihmëse. Dhe ja ku është ndihmësja. Çdo mjeshtër ka nevojë. Do të vazhdojmë me vezët e tjera. Ja ku kemi iku dhe e dyta, pak vetëm. Ke gatuar ndonjëherë byrek me qumësht? Po, e kam gatuar, po vetëm për veten time, jo kështu përpara kamerave për njerëz të tjerë. Po njësoj është. Ne në shtëpi jemi këtu siç them shpesh. Është i preferuari yt apo thjesht është i lehtë për të gatuar edhe të zgjidh punë kur ke nevojë të konsumosh një gjë në shtëpi? Në fakt, në fillim ka qenë jo i preferuar, por ka qenë më i lehti. Edhe më i lehti ku mund ta quaj veten, po themi kuzhinier, se do gatuaj ai gjë. Kur më thanë të shtëpisë, shiko, do të mësojmë byrek me qumësht, tashun, të hyj byreku tani unë. Kur e pash ishte i thjeshtë, thash, unë mund ta quaj veten një kuzhinier tani, sepse kam bërë një byrek. Një shef madje. Një shef kuzhine. Pra këtu kemi edhe vezën e pestë. Ta vendosim atë gjalpin të shkrihet? Patjetër. Do vendosim gjalpin të shkrihet sepse në momentin që ne jemi duke bërë vezët bashkë me qumshtin, në momentin që do t'i vendosim petët në jo, kjo është tigan, kjo është jo, gjuhet tepsi. Tepsia, sigurisht që tepsin do ta bëjmë pak me do hedhim me gjalpin këtu, por këtu me vaj. Më korrigjove duke. Jo, e mbajtë mend shumë mirë. E mbajta mend shumë mirë. Tash mos na nxjerr të gjitha, të lutem, mos na nxjerr të gjitha. Do të marrim pra gjalpin. Unë do të filloj duke hedhur qumshtin tek vezët. Kam hedhur këtu 5 vezë, e kupton? 5 kokra vezë. 5 kokra vezë. Meqense jemi tek vezët, kemi 1 litër qumësht. Unë do doja të kujtoja diçka, Marcel, sepse në shumë gatimet tonat, veza zë një hapësirë të rëndësishme. Tek byreku me qumësht, qumësht e vezë e gjalp ka, kështu që sa më shumë vezë të ketë, aq më shumë i shishëm bëhet, më i shkrifët, më voluminoz. Kështu që ne këtu në Vila 24 gatuajmë me vezët Ovital. Mëngjesin e nisim me vezët Ovital, marrim proteinat, marrim mineralet, marrim vitaminat, marrim energjinë që na duhet për të përballuar një ditë të gjatë, kështu që ja, më shpesh, tu sot nuk kemi zjerë vezë, po me një vezë të zjerë, mënyra më e shpejtë dhe më e shëndetshme për të nisur ditën. Po kur thua byrek me qumësht, sigurisht byrek me qumësht dhe me vezë, përveç asaj vezës së mëngjesit që na duhet, i kemi këtu vezët, kështu që mund t'i zëvendësojmë, këtu do të kemi edhe pjesën e drekës. Pra, siç po të thoja, e nisa me idenë, thash Marcel, tani do bëhesh shef kuzhine, nëse do bësh byrek, i thash vetes. Po. Dhe pastaj do t'i më shijoj
Edhe rri e bëj edhe vetë në shtëpi, për vetën time e bëj. Do të thënë kur I gatuajnë gjërat vetë, edhe sikur të mos janë më të mirat e mundshme, se ç'ke një lloj krenarie, kështu thua e kam qarë. Po, biles nuk është se thjesht e ha, fillo dhe studio, thu, këtu se ka marrë mirë. Erën tjetër. Ja di hilet. Pas kam arruar të hedh krip. E shet, kishte edhe I qik krip, I flet vetës, kupton Marcel, shikot, kishte edhe I qik krip, Marcel tjetër, po I hodha. Me gjëra fjala, jo hodhe krip? Jo, prit tani, për si njëherë kështu se... Marcel ti jeton vetëm? Po, unë jetoj vetëm, prandaj më duhet të gatuaj vetëm, për shembull një nga gatimet e jashtëzakonshme që bëj kështu për shpeshme, buka me gjel. Është e thjesht, e shëndetshme, sepse gjalpin e kemi shëndetshëm. Dhe ekonomike. Ekonomike gjithashtu. Dhe ndërkohë që kemi bërë, jam bërë kështu një trajtshmërish, 5 vezët edhe 1 litër qumësh ne kishim atje, sepse duhet, patjetër. Qumësht duhet I plot, pra qumësht e vezë nuk duhet kursejmë këtu. Petët I kemi kështu, në moment që I marrim janë 1 pako, kështu që... Po, dalim. Nëse duam për më shumë persona. Patjetër, vendosim 1 pako të dytë, po e kam fjalën kur I merr të gatshme, si sasi I ke të gatshme. Në këtë sens e kisha, nuk të duhet zgjedhësh, megjithëse ato të pagashme duket me sasi, po. Nëse. Okej, do të hedhim edhe pak krip, që të kemi mundësi. Unë po I hedh... Të kishte marrë mande për mëngjesin? Ua! Desh dola të bëja voks. Prandaj të pyes. Ndërkohë, të kujtojmë edhe pak, edhe pse publiku e ka parë, ka nisur të mërkurën e javës që lam pas. Tak fak. Po. Okej, do të jetë nesër puntata e dytë, urime, kështu zyrtarisht. Edhe si po shkon? Mirë, shumë mirë. Në fakt nisi me një vrull të tillë duke pasur parasysh kohën cila na duhej, patjetër që tani kemi arritur të menaxhojmë. Unë dua të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë dërguar denoncimet e tyre, se kanë qenë të shumtë dhe ju falenderoj për besimin. Do të ndiqen të gjitha që kanë ardhur. Thjesht duhet na kuptoni që duke qenë si fillim një herë në javë, nuk mund të trajtojnë gjithë temat javën e parë. Patjetër. Do një shpërndarje. Do një shpërndarje, do kohën e vet. Do investigim, se jo çdo denoncim që vjen merret I mirëshon pa bërë atë pjesën. Patjetër. Dhe faktikisht qytetarët na referohen ne 12 moderatorëve, për mua dhe Renadës, por një punë të jashtëzakonshme ka I gjithë stafi që sjell të gjithë produktet, filluar me kryeredaktor, redaktor, gazetar, operator, pra ka një staf mbrapa të cilë për së vërtetës bën një punë shumë të madhe qoftë edhe në heshtje. Dhe pastaj njerëzit shohin dy veta të cilët bëjnë emision dhe duket sikur këta e kanë bërë. Në fakt nuk është ashtu. Ky është privilegji ynë që dalim në ekran në fakt. Për shembull, është njësoj si do të thuash ti që ke bërë bregu me qumë, ndërkohë e bëj unë. Bregu me qumë është. E vërtet. Kjo është diferenca. Okej. Të duhet një garush dhe besoj. Po, duhet një garush që të kemi mundësinë tani për të filluar byrekun, dhe ndërkohë, me sa shoh, ne gjalpin e kemi gati, e kemi të shkrirë. Ta hedhim këtu, të sigurohemi se hedhim gjalpin dhe ndërkohë kemi duke hedhur gjalpin dhe e përzim. Që të mos? Që të mos bëhet në një pikë, si quhet profesionalisht, që të shpërndahet. Okej, dhe të ruajmë vezët, pra që më nga temperatura e nxehtë. Po pse jo, edhe vezët të ruajmë, se s'ka asgjë të keq që t'i ruash. Byreku me qumësh, në ekran shohim pak recetën e thjesht fare, një recetë tradicionale që shijon shumë, që mund të bëhet nga të gjithë sepse është shumë e thjeshtë, është e vërteta, kështu që edhe djemtë edhe burrat që nuk është se quhen për gatime, recetat e Marcelit sot do t'i qajnë, sepse përveç byrekut do kemi edhe pastat, makaronat. Mirë, qëndrojmë pak tek receta, byrek me qumësh, pra na duhet 1 litër qumësh, 1 pako me peta të pjekura, na duhen 5 vezë, 200 gram gjalp, 1 filxhan vaj, krip. Plot gjëra. Kaq, po. Është realisht janë shumë. Receta e dytë që do sjellim sot, unë po e zbuloj me qenë se e tham që do bëjmë edhe makarona dhe pastaj mënyrën e përgatitjes së tyre do ta shohim besoj në pjesën e dytë në varësi edhe të kohës që do kemi. Makarona me pancet dhe domatina, pra domate të vogla, do të na duhet 1 pako makarona, 1 pako pancet, 3 qep të njoma, 3 thelbinj hudhër, 10 domate të vogla, na duhet krip, piper dhe majdanozi freskët edhe për servirje, edhe për dekor, po edhe për shije që I shkon mirë domates. Patjetër, jep edhe shije dhe në këtë
moment ne e kemi përgatitur, pra, po themi bazën kryesore, e cila do t'jetë petë dhe kjo bazë do t'jenë gjithë byreku, por mos harroni që në rastet të tilla duhet që në fillim ta kemi ndezur furrën, ta kemi bërë gati, që t'jetë ngrohtë, që mos thoni pastaj futa sa zgjati, po e bëj përpara furrën gati, do të keni dhe një proces më të mirë të gatimit, por jo vetëm kaq, do mbarojë më shpejt sepse e ka bërë punën kryesore të ngrohjes vetë furrën. Sa mirë i din këtë sekret e gatimit. Po, në mos i dim, sova para se të fillonim. Kështu që. Po gjithsesi nuk kam mësuar vetëm sot, kam mësuar. Po shaka. Kam një Kush jetë. është pjata jote e preferuar? Çfarë shijon? Domethënë, nga ka ca pjata që mund t'i hash dhe për ditë dhe të pëlqejnë. Makarona. Makaronat. Pastat janë, S'mira janë, por fakt. mirë është kur i bëj të ndryshme, pra ndonjëherë vetëm me djathtin, pastaj me salcën, pastaj me gjëra të tjera, pastaj me pancet si sot, që do ta E bëjmë vërtet, edhe mua më pëlqejnë, Dhe të fakt. duket sikur ndryshon, jo të duket, por ndryshon thellësisht shija, sepse përgjithsisht shija e pastave vjen nga ingredientët që i bashkohen pastave. Patjetër që po. Makaronave. Mirë, ne do përqendrohemi pas pak tek receta e dytë, ndërkohë rrim këtu, si Do thua. të rrim këtu, patjetër. Do të fillojmë tani, na duhet që meqense do të përdorim këtë si tavë që Tavë, po, tepsi, tepsi, si doni ju. Meqense këtë do të përdorim dhe byreku do të jetë i gjithë këtu, në fillim na duhet që edhe ta lyem me vaj. Ta lyem me vaj për arsye ngjitjeje, që mos na ngjisin petat. Na duhet, prandaj kemi vajin këtu, edhe do të shohim, fillojmë të lyem tepsin, si që shikoni që tepsia mos u shkas duhen 2 veta, njëri ta mbajt, njëri ta lyp. Jo, më mjafton të vendosim një pecet poshtë, edhe ajo rri vet, po. Mirë, këtë tani me pecetë dina visat, ne tjerët mbajmë një... Dhe të thuash që ne deri tani po thonim se kur jeton vetëm edhe ke nevojë të dish sa gjëra që të mos hash gjithmonë jashtë, ty të duhet njëri në shtëpi për të mbajtur tepsin. Edhe thua, ik pastaj kaq kisha. Jo, sepse kuzhina ime është ke cepi murit, dhe e fuat jenë trekantshë edhe nuk... Unë e kam gjithë zgjidhjen, unë ju qaj hallin ju, që jeni këtu në mes. Okej, e lyem tepsin të gjithë në mënyrë të një trajtshme, sepse nuk mund të themi pastaj pse s'u ngjit anash, pse na u ngjit në mes. Po, lyej gjithandej. Edhe mbaron punë. Madje e lyem edhe anash për arsye sepse kur të shikoni atë që duket si brek i vogël, do fryet do bëhet i madh, edhe mund t'ju ngjisë dhe anash, kështu që pse jo? Mos kurseni asgjë se për vete e keni. Ashtu. Lyejmë me gjithë tepsin kështu. Dhe do na duhet që në fillim, tani, unë bëjnë një gjë ndryshe atje në shtëpi, Çfarë për shembull? për shembull unë e lë pak më përpara këtë në furr, përpara se ti vendos gjërat. Ta vendosem apo s'kemi kohë? Po, mendoj që 2 minutë, që jo më shumë. E vëm 2 minuta. Sa të... E vëm, se kjo e ngrohtesh tani fillon. Tani pse e bën këtë? Ka ndonjë arsye apo kështu ta kanë mësuar? E para e kam supermensch, nuk ta shpjegoj të arsyen, dhe e dyta besoj, tani unë kam gjetë ato argumentet e mia, dhe nëse s'mi jep argument, unë krijoj argument. Patjetër. Në radhë të parë është që në momentin që ne vendosim petët gjërat, vaj është ngrohur, pra është ngrohur tepsia dhe ashtu siç ngrohen furrë në fillim, një tepsi e ngrohur më përpara e bën që të jetë një trajtshmërisht më mirë. Je shumë bindës. Kjo Jam ka bindës. rëndësi. S'do thotë t'jeni vërtet, mjafton t'jeni bindës. Kjo është fuqia ime. Për çëm bindës, për ca gjëra që nuk kam të sigurta, por e bëj gjithmonë këtë gjë. Okej. Kështu që duke pritur nuk na duhet shumë për të pritur sepse Ti e furri di, ti e ishte shefi. ndezur. Ishte ndezur përpara furri dhe nuk na duhet shumë për të pritur. Do të përdorim tani edhe më mbrapa, do të kemi mundësinë që të përdorim një copë të pastër që e kemi enkas vetëm për të marrë gjërat nga furra. Ja, do ta marrim kështu. Opa, e Se vendosim. Mandana, po. E vendosim këtu. Edhe Që kanë nxehur shumë. po, prandaj thash nuk duhet shumë, mos bëjmë merak për çështjen. Jo, kujdes kur ta prekësh. Për çështjen e kohës, garuzën e kemi këtu, po, shumë mirë. Tani do të fillojmë me petat e para për t'i vendosur. Pra ti je në variantin që shtron petët dhe i spërkat nga sipër, Po, ëh? secila petë, pra secila shtresë që ne vendosim, e spërkasim nga sipër me përbërësit që kemi bërë vezën me qumshtin. Qartë. Dhe petë të tilla nuk ka rëndësi nëse vinë jo një trajshme, se dhe ne vetë na duhet ti thërmohen ato të shtypen, po. që të kemi mundësinë t'i vendosim siç e kemi edhe tepsin varësi, dikush është më e madh, dikush varet tepsia që Po mund të jetë katrore, mund të jetë, po. Patjetër, edhe kështu do të keni mundësinë që ti sajoni vetë këto, po themi petët që do të
përdorin, i thërmojmë, madje edhe në fund fare, në momentin kur ne kemi bërë, do t'i shtypim dhe pak lartë që të kemi mundësinë që të marrin të gjithë vajin, ngrohjen, të gjithë përbërësin që ne do t'i hedhim. Do të fillojmë, pra, marrim një garuzhde, edhe në momentin që kemi përzirë, mund t'i japim dhe një përzirje të fundit, sepse që ta bëjmë një trajshme. Po, se në pikset gjalpi, po. Sepse në pikset, pa tjetër, japim një përzirje të fundit. Marcel, ti si ke qenë në fëmijëri? Fëmijë problematik me ushqimin, me shijen, apo fëmijë që haje çdo gjë? Çfarë të kanë thënë? Mua më kanë thënë që nuk kam qenë problematik në asgjë. Vërtet, fëmijë i mbar. Po, jo i mbar, por kam qenë më i urtë se ç'duhet. Vërtet. Nuk ka qenë problemi. Ky ka qenë problemi. Tani, kështu më kanë thënë dhe sa mbaj mend unë veten, po. Nuk e mbaj mend për nej thagmë të kem bërë. Jo, e kam fjalën se përgjithsisht mamat kanë kështu kujtime fëmijërie të fëmijëve dhe fëmijët që kanë teka në ushqim, është e vështirë ti menaxhosh. Edhe është dhe meraku, pastaj ja hëngri as hëngri. Ka ndonjë pjatë preferuar fëmijërie që ti e kujton, që të zgjon nostalgjinë e shtëpisë, e mamit, apo gjysheve, apo diçka që të kthem pas? Në rraf park të merakun e dytë njerë hëngri së hëngri, mos ma kishe fare. Jo, mo, nuk ta kisha unë. Jo, në sensi që nuk kam qenë nga ata që hëngri as hëngri, sepse haja shumë, nuk kam qenë kështu kur kam qenë i vogël, kam qenë shumë i shëndosh. Vërtet? Po, kam qenë shumë i shëndosh, s'ja merr një mesë. E po i bie që je ushqyer me shije në shtëpi. Patjetër, po, shiko, ka qenë edhe çështje metabolizmi, se njësoj ushqeshëm dhe unë dhe i vlla, për shembull, ai nuk merrte kështu shëndet. Kurse unë po, isha me qef. Nuk e fare. Kështu është çështje metabolizmi. A do të t'i afroj këto petët këtu, apo? Mundet, po. Që ti kemi më afër, që mos bëjmë kështu cirk që mëngjes. E më mirë, ashtu. Tasin andej petët këtej dhe e... Në moment që kemi vendosur edhe shtresën e dytë, vazhdojmë pra po të njëjtën gjë, meqense është gjalpi. Japim një përzierje që mos të marrim sasinë më të madhe, se përqendrohet në një vend. Po, dhe marrim, në një shtres kemi pastaj më shumë gjalp. Që mos tjetë ashtu, sa herë që marrim, japim një përzierje të tillë. Kështu që po të thoja që mua, për çështjen e shëndetit, nuk ma kishin merak, sepse kështu merja shëndet dhe nuk e kisha problem ushqimet që konsumoja, i konsumoja të gjitha ushqimet, por të preferuara përgjithsisht në fundjavë, nga që ishin dhe pushim prindër, gatuaj më shumë, gatuaj me qef, në mëngjes. Gjithmonë, fundjava është ajo që bën dhe familja nga ata. Fillon të gatimi që në mëngjes me gjëra brumi për mëngjesin, me petullat. Me petulla, me këto që quhen, më mbrapa u quhetën krepa, por bëheshin kështu. Petat bëheshin, pra ato që sot quhen me të drejtë krepa, janë bërë prej vitesh në Shqipëri, edhe si quheshin të petat të fshira, gjë tillë. Po, petullat të fshira më duket, pite ka vende që i quajnë, se çka dhe një emërtim tjetër krajinor, po nuk më vjen tani. Po gjithsesi, formula është e njëjta. E njëjta është, kështu që mëngjeset ishin, nuk ishte problemi tek ushqimi, tek ngrëna, po na dukej si aktiviteta i mëngjesi që qa do bëhet tani, qa do hame, qa më fut fare gjysë më hajse, bëj më shumë nga qefi. Qefi që të gjithë janë në shtëpi, zjojnë pak më vonë, ai është gjithë lezeti familjes edhe i shtëpisë, nuk është gatimi në vetë vete, se sa momenti për të bërë bashkë. Për hir të së vërtetës që ne të qoheshim vonë, mami qoj prap herët, se do ishin gati ato, për mamat nuk ka fundjavë. Ne qoheshim vonë, qoheshim pa na zgjuar njëri, kur dilte gjumi, bënim i qik edhe sikur flinim dhe qik më shumë. Për të nejtë edhe pak. Në fakt, mua më ndodhe një çudi shumë e madhe. Nuk e dia i ka ndodhur njeriu, në fundjavë dilte gjumi herët. Gjatë javës për shkollës dilte herët. Është një fenomen i çuditshëm ai. Besoj se ka lidhje mos dëshirën e shkollës, jo, por nuk e di, domethënë, më dilte. Ti ke pasur shkollën? Apo? E kisha, po deri diku. Kur doje ti, jo çdo ditë. Po, jo çdo ditë, tani se bajatët ishin 5 ditë në javë. Pak ta bënin një ditë po, një ditë jo. Se për ditë, kur vinte ajo e premtja për shembull, e merrnim çantën me idenë e fundit të premtes. Mbaroi qulim pushim. Premtja është ditë e bukur në fakt. Shiko, ja kështu si pa kuptuar. Ora shkoj 9:24. Po, ne do t'i vendosim të petët. Ujin e makaronave ne e vëm pak më herët, unë po e rikthej në zjarr, që ta kemi gati, sepse mendoj që makaronat i vendosim për të zier gjatë shkëputjes që do kemi. Se nuk besoj se do ndonjë
s'është e nevojshme për ta parë domosdoshmërisht. Ajo që duhet të themi është që pastat që ne përdorim, Ola, nga kompania Atlas, më të mirat. Tham që pastat janë ato që ne mund t'i konsumojmë çdo ditë, asnjëherë nuk na mërziten, përgjithsisht preferohen nga gjithë, fëmijët i duan shumë të rriturit. Janë receta të shpejta për të realizuar, nuk ka nevojë të angazhohemi shumë, mjafton të zgjidhni 10 minuta dhe pastaj janë thjesht ato shoqërues të tjera që bëjnë diferencën. Nga Ola kemi zgjedhur linguinet sot, ju mund të zgjidhni çfarë ju të dëshironi. Ka të gjitha variantet e pastave në treg. Mjafton të jenë Ola, i dalloni sa të lezetshme e kanë këtë ngjyrë. Marcel, do i shohësh se dia i ke përdorur Olat më parë, janë si të ashpra, sepse janë të bërë me mielin Semola, me cilësitë më të mirë të miellit të grurit dhe janë të prera në bronz dhe prodhohen në Itali. Je duke ja thënë një personi i cili përdor po këto produkte në shtëpi. Vërtet, Po. është e çuditshme. Edhe mua këtu më ka ndodhur e njëjta gjë. Domethënë edhe para se të bëja vilën, edhe para se të merresha me ushqime, për shembull, mielin Ola për çdo përdorim unë e kisha gjithmonë të preferuarin. Vezët o Vital gjithashtu dhe pastaj kur erdha këtu më duk se u përgatua ja njësoj si në shtëpi, sepse realisht kur ti përmend një produkt, se ndonjëherë ndodh që publiku na i merr si marketing të mirëfill. Pra ne kështu do themi se jemi këtu për ta thënë këtë gjë. Por kur i provon dhe i blen edhe vet në shtëpinë tënde, e kupton që nuk është thjesht marketing, po ja thua me gjithë dëshira të emrin, sepse je i sigurt për produktin që po përdor. Linguinet ne sot ti bëjmë të gjitha apo gjysma? 2 pjata për mua. Prandaj me masën. Gjysma po bëjmë, sa për ta treguar si recet, do t'i bëjmë me pancet, që janë fantastike, sa të mira janë. Thashë, vinë se të hash, pra pikërisht kjo është ndryshimi. Do t'i vendosim për të zier, do t'i kemi gati në pjesën e dytë, edhe me çfarë do t'i përgatisim, do zgjedhim nga tona, mund t'i bënim në fakt edhe me sallam turizm dhe me prosciutto, edhe kjo është shumë e mirë, e provojmë pastaj, e disa e mirë është kjo? Do i bëjmë pancetën e tonës me këtë këtu. I afrojmë produktet në krahun tjetër të gatimit, të kuzhinës, dhe ti kemi gati që kur të kthehemi në pjesën e dytë, të nisim menjëherë me salsën e makaronave, me hudra me qep të njoma, me domatina. Erdhi koha për të shkëputur. Tani do bëjmë gjatë kohës së shkëputjes atë zhytjen me duar, s'po e bëjmë live. Edhe pse siç tham duar ti kemi lar. Patjetër. Do e vendosim byreku në furrë për t'u pjekur me 180 gradë dhe do ta shohim kur të kthehemi në pjesën e dytë në çfarë faze pjekjeje do të jemi. Kemi pushimin e madh ne tani. Të lumshin duart. Faleminderit. Do ta shohim më pas. Jemi rikthyer në gatim, jemi në momentin që do të nisim recetën e dytë për sot. E para ishte byrek me qumësh, për ju që nuk na keni ndjekur nga fillimi, e kemi vendosur në furrë dhe është duke u pjekur. Kur t'i afrohemi orës 10 do ta nxjerrim nga furra, do shohim se ç'kemi bërë. Po, pse thua që kemi bërë? Kemi bërë një mrekulli kemi bërë. Do ta shohim. Po këtu, shiko, këtu nuk bëjmë dot me gjasme, nuk ka. O bëhet o s'bëhet. Jo, do ta shohim konkretisht se çfarë bëjmë. Tani mund të fillojmë me recetën e dytë. Atëherë, ta themi edhe një herë çfarë do bëjmë për recetën e dytë? Patjetër. Thuaje. Ta them unë do të është receta jote. Okej, ne do të bëjmë pasta ose makarona, linguini, të cilat do t'i bëjmë edhe me ca ingredientë të tjerë siç janë panceta. Jo vetëm ato, kemi edhe këto të tjera, siç është qepe njom, hudhër, por kryesorja është ajo panceta, të cilën unë do doja ta filloja menjëherë me pancetën. Meqense ne linguinit i kemi vendosur ato që dihet ujë për të zier, minutazhi vetë etj. I kemi kanë nisur për minutazhin. Po, janë zier, makaronat janë gati. Janë gati, që thjesht i lëm në vatër të fikur që të ruaj pak temperaturën e vet të jenë të ngrohta. Edhe kur t'i shërbejmë në pjatë, të konsumohen me njerë, sepse makaronat janë ndër ato receta që duhet të konsumohen në qast, pra nuk duhet të ftohen. Dhe me gërshër kuzhine, do të hapim pjesën e pancetave, që të kemi mundësim për t'i vendosur. Ndërkohë, po gjeti një pjatë këtu, Marcel, ta kemi në çdo rast për të shërbyer makaronat. Pra, kemi mundësi për t'i nxjerrë, pancetat do t'i presim, pra ne na duhet për t'i nxjerrë, t'i presim edhe më pas t'i servir në ta pres edhe pak, në fakt. Këdo nga këto të dyja apo një soi ke? Një soi, ja këto si më e vogël se ajo e madhja ka rreziqe. Unë ndërkohë po të pres qepët e njoma t'i bëj gati. Po. Qepët e njoma
Do vjen me pjesën e pancetave. Kishim pak këto bishtat që s'na duhen. Bëjmë që kështu si tip MasterChefi që bëjmë këto thika që pavarësisht se nuk është se kemi këto mundësi, do të fillojmë, do t'i japim panceta, do t'i bëjmë të gjitha tani dihet që janë kështu të gjata, do t'i bëjmë tip 4 ore, po themi, që priten në pjesë të ndryshme. Do me prerjen. Do vetëm bishtat apo dhe pak në pjesa e bardhë e qepës? Edhe qika e. Do dhe pak në. Shije tjetër ajo. Në fakt me që më pyte, se po mos më pyesje, mund t'jeni që atojnë. Sot jemi këtu për t'i bërë gjërat sipas shijes tënde. Patjetër. Prej pancetave. Ndërkohë kemi vënë dhe tiganin në Po, madje do t'ja ngrejmë pak temperaturën kur të shtojmë. të ngrohtë që të bëjmë gati. Dhe të para që do hedhim pikërisht pancetat. Okej. Po. Është frirë goxha byreku? Të lutem ta, s'kishe besim, po prit tash. Jo, nuk është çështje e E besimit. pe dhe the, aha, më the. Jo, nuk të është e cipere, tash. vërtetë, jo. Një tash, se e di mjeshtri. Atëherë do t'i hedhim, më pas edhe do të kemi mundësinë për t'i hapur, se i bëra më kollaj. Nuk i preva tek e tek, vetëm për çështje efekt kohe. Mirë është Okej, për të po. prerë të gjitha tek e tek. Që mos në qisin, me gjitha të duke u skuqur ato do hapen, se do shkridh jami që kanë, ndaj dhe nuk shtojmë yndyr aty, se panceta ka goxha yndyr vet. Aty e ka gjithë shijen që është e vërteta. Okej, edhe njëkohësisht përdorim për t'i hapur pak. Prandaj vendosëm përpara se tjerat, se duhet shkrihej pjesa e djamit dhe Sa hudhra të duan, sa thelpi? po ti shoh mirë sa aty të them sa. Bëj sa ke në dorë, bëha. Kjo është e dyta. Bëj se, okej, bëj dhe një tjetër. Okej, i do kokër apo ti ndaj në të vogla? Ja ti ndash. Ti ndaj. Se Okej. 3 pra, 3 thelpi ti hudhër. ndash edhe nëse s'duhet ndar, do të bësh vetëm një punë. Kam edhe domatet. Po. Kështu që po ti bëj gjërat gati që ti Më thjesht. mbrapa kur të hedhim edhe produktet e tjera, do hedhim edhe vaj, po si fillim le t'i lëm pak të shkrinë me atë djamin e tyre. Okej, po. Pancetat dhe Mërste, zakonisht ha në shtëpi apo jashtë, si të zë dreka? përpiqem që të ha në shtëpi. Pra, që të ha në shtëpi më duhet që drekën të ha pak vonë. Po, ajo dreka dhe darka bashk. Por nga që më bie kështu, detyrohem që ta thy pak. Ha ndonjë gjë kështu Në një gjë të vogël, E kuptoj. po nuk dua të shkoj deri atë sa të prish qefin e drekës. Është çështje kuptoj. qefi. Ajo pjesa e drekës që më kam vënë byrekun në mëngjes. Dhe me është zor pret bërë, të shkosh të... Do të shkoj në shtëpia me ngopur. Ç'ku ptim ka? Po, shkon dhe dëm ashtu, shpenzon edhe 2 herë. Po, patjetër. Ngrëna jashtë ka dhe kosto që është e vërteta dhe s'ka si gatimet e shtëpisë, ë? Diskutoj. Te pjesa e shëndetit. Tashmë kur i bëm vet, kur mbaron, flet me veten tënde. A ti kishe edhe çikrit, po pse si holla mjaftueshëm unë film debat me veten. Si e kështu je i organizuar, do me thënë bën pazar një herë në javë dhe i ndanë për gjithë javën, apo brenda ditës, teksa kthehesh në shtëpi, ndalon dhe dyqaneve për të blerë ndonjë gjë? Si është kjo rutina jote? Ja, më nuk kam kaq kështu çdo ditë, por një herë në javë, ose ka raste kur shkoj në Durrës, sepse prindit i kam në Durrës, Po? i shfrytëzoj pak, pra i marr atje gjërat. A, i merr ca gjëra me vete. Marr ca Okej. gjëra biles edhe gati në një herë. Do thënë, e hëna e marta është e kryer, se aq, 2-3 ditë rezistojnë ato, pastaj... Nga e mërkura, buk me gjallë, jo gjallë. Edhe byrek me qumësh të Edhe byrek me ejten. qumësh. Këto i ke gati kur t'i vi momenti shtoja, ndërkohë të drasëm po e marrim prap. Tjetër do t'i lëm dhe pak vetëm këto, ëh? Po do t'i lëm edhe pak, duhet Lëm edhe të pak. skuqen një çik mirë. Këto i kemi gati dhe në momentin kur do të hedhim qep të njom edhe hudhër që ti bërë gati, do të hedhim edhe lug vaj. Për të ndihmuar qepët, Për të thua. ndihmuar qepët që të kenë mundësinë të jenë sa më shpejt. Tani, Kupta. e radhës, do të vazhdojmë? E radhës është Pritja. të presim dhe ndërkohë mund të bëjmë gati edhe domate, t'i ndajmë në mes, apo i do kështu kokër, sikur e duan një tjetër ndaj. Mes, ja po i bëjmë duke i ndarë këto tomatinat e vogla, e di që ne shefat e bëjmë kështu. Patjetër. Suspens, Lutem. mandje. Të lutem tani se.
Okej. Ndërkohë, mirë është. Është mirë. Thjesht e ula pak temperaturën që mos rrezikojmë të na digjet më shumë se ç'duhet, të na piqet më shumë se ç'duhet nga sipër. Ja, ku e kemi në ekran recetën, një pako makarona, linguine pastaola. Është ajo që kemi zgjedhur, na duhet një pako pancet nga tona, na duhen 3 qep të njoma, 3 thelpinj hudhër, 10 domate të vogla, plus minus, varet e doni më shumë shije hudhre, shtoni më shumë, doni më pak domate, mund t'i shtoni apo mund t'i hiqni, kripe dhe piper dhe majdanozin e freskët që do ja shtojmë në pjatë. Kjo është e gjithë receta, në të njëjtën kohë po shohim edhe pancetën që po thekërohet, po lëshon ato aromën e mirë, domatet po i bëjmë gati, do të shtojmë pas pak qepën edhe hudrat edhe domatinat. Do t'i lëmë të gjitha së bashku, pas kam haruar një hudhër pa e prerun aty. Apo e shtove ti atë? Jo, nuk e shtove. E imja ishte, a? Do dorën e shefit ajo. Për të më treguar si prijet hudhra. Do të thotë një prerje hudhre, po ashtu si ç'duhet. Sa të mira u bën këto. Ashtu si ç'duhet një prerje hudhre. Kjo është skuqja që i duhet pancetës dhe ndërkohë, siç tham, do të ndahen dhe nga njëra tjetra se shumë të mira bëhen, kështu edhe thjesht fare, E thjesht, gatimet shpejta, të cilat ata si puna ime që nuk kanë mundësinë për të qenë orë të tëra në kuzhinë, por kanë një kohë më të reduktuar, edhe njorit nuk i kanë aq të vllajza për të bërë gjëra magjike kështu, po që të kenë një drek të mirë, mund të bëjnë këto lloj 2 receta të cilat nuk kam zgjedhur henkas të vogla, të thjeshta për së vërtetës. Edhe të shishme. Edhe të shishme që të kemi mundësinë. Besoj që është momenti që ne mund t'i hedhim. Është okej, po. Jo, më tej me qepën, 7 minuta kohë kemi. Aq na duhet. Nuk na duhet më shumë. Do hedhim pak vaj. Hedhim pak vaj, kishim, okej. Lugën. Kishim një lugë të vogël, më duket. Po gjithsesi. Okej. Shiko, kemi të tjera, prit. Hedh një lugë të vogël, kemi mundësinë të... E do me pak i ndyrë ti, Kurda. Me pak i ndyrë, prandaj. Se është vetëm për pjesën e qepëve. Po. Përdo që jemi mirë, tani do të të bëjmë një përzierje, po kemi, një kavërdisje. Kripën edhe piperin i ke këtu, kur të duhen, këto po i largoj. Që në do një kavërdisje tjera dhe që mos të kemë mundësi për të ngjitur poshtë. Po. Po ta vëmë re tani për shembull, me që vendosim pyronin. Nuk ka ngjitur as. Jo, nuk ka ngjitur, në moment duket që ka qenë gati. Për ne edhe kështu të thekërisur, për ne i duam vetë kështu të thekërisur. Ne kemi lënë, se aty e kanë dhe shijen. E vërtet. Aty e kanë shijen. Kjo është një gjë që bëhet shpejt edhe shumë. Këtë të voglën t'ja lë kështu për pjatën që ka e lezetshme kjo për pjatën. Po, duhet të zbukurimin. Apo e lëm veç. Edhe pastaj kush do guxoj të hap pjatën që të përshë zbukurimin. Nuk guxoj njëri se ka hapë zbukurimin. Okej, edhe kavërdisja kësaj të stoj që. Jemi okej. Teorikisht nëse do kishim vetëm këto do duaj pak krip, por nga që ne do të hedhim tek makaronat, dhe makaronat i kemi hedhur kripën. Po. Nuk na duhet të shtojmë se ndoshta. Edhe panceta ka kripën e vet. Edhe panceta e ka. Gjithsesi për gjithë ata që duan, sepse kur konsumojnë një ushqim shumë 2 ose më shumë veta, nuk duan të njëjtën sasi krita, ata e shtojnë veç në pjata e tyre, por si ushqim nuk është i pakriposur. Okej. Mund të themi kështu. Okej, tani do të hedhim shtojmë domatet. Po. Do shtojmë domatet. Shtojmë edhe domatet. Majdanozin e kemi për në pjatë. Edhe jemi mirë. Prap, dhe një kavërdisje. Të duhet pak ujë nga makarona tani? Po.
duhet Okej. dritse të theshës. Të gjejmë edhe kapsen e makaronave. Mos më njerëz nuk marr vesh, po çdo shef i mirë ka nevojë për një ndihmëse të mirë, apo? Patjetër. Patjetër, kështu që. Patjetër. Po kjo nuk tregon pa aftësinë time. Në asnjë mënyrë. Unë thjesht kam dëgjuar çfarë të duhet dhe po t'i afroj që mos të vizësh nga soba. Ne mund të themi edhe që të thashëm përpara. Se njerëzit tanë jemi fund punit. E themi thua. Po që i ke bërë shumë të mira. Kështu në sy të paktën. Në sy. Edhe një kështu? Edhe një dhe pastaj do shtojmë sa makarona aty brenda. Pa. Mirë shumë. Shumë mirë. Tani, bëjmë një disi të lehtë dhe Dhe të shojmë edhe kohën si jemi. 3 minuta, shumë mirë, jemi në bukuri, ajsa për ti shtuar dhe makaronat, për t'i lënë dhe 1 minutë ashtu bashkë dhe me njëherë në pjatë. atë shtoj makaronat, pak makarona. Po ja afroj këtu që të kemë mundësi jetë afër. Shtoj dhe një. Edhe një, po. Bukur. Sa të mira janë, as nuk ngjisin, as nuk... Këtë, po e lëm që nëse të duhet për të shërbyer në pjatë pastaj me të njëjtën kapse, se makaronat kemi kapur aty nuk na prish punë. E pas herë, në momentin që unë këtë gjë në shtëpi e bëj për veten time, Aha. dhe vetëm për një person, E provon nga një çik. jo vetëm e provoj, por ndonjëherë më pëlqen kur fillon këtu që ka më shumë pancet dhe gjëra të tjera se sa makarona, derisa të përzihet pastaj me totalin ku kthehet e kundërta që janë më shumë makarona. Duket se humba panceta, jo humba, jo jep shijen e saj shumë të mirë, po sigurisht që baza është makarona. Po, sigurisht, patjetër, në këtë sens. Humb në sy, po ti, edhe pse nuk e shikon në çdo moment, e kupton që të gjithë makaronat kanë marrë shije të veçantë. Okej. Edhe këtë e kemi gati. E kemi gati. E afrojmë tiganin këtu dhe në 1 minutë shërbej makaronat dhe nxjerrim byrekun nga furra. Patjetër. Ne do të bëjmë një gjë të tillë që makaronat do t'i vendosim në qendër. Okej, dhe i shtojmë me lug pastaj nga një domate dhe nga pak Po, pancet. në moment që kemi, brenda kemi edhe pancet, edhe tomate, i kemi të gjitha, por i kam lënë kastile disa pjesë tu në tigan, që të kemë mundësi për t'i shtuar, kështu të dukshme Bukuri. nga jashtë, se është edhe syri, se e ha syri ndonjëherë. Patjetër, Fillim është e ha shumë e syri, pastaj rëndësishme. Shumë e stomaku. rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, prandaj do të kemi mundësi për të bërë Ja, këtë të gjë. lumshin duart, e ke qarë. Tani, do nxjerrësh dhe byrekun se jemi 10 ora, nuk kemi më Po, kohë. vendosim edhe atë zbukurimin Po, shumë ja lart. pra, ja, e hapim çik dorën kështu. Ku e lashëm? Ua, më duket se e hodha me ato mbeturinat që mora. Na i S'ka kuludja. gjë, nuk ka gjë, sepse... Prit e kam të drasa. Ja. Se, e ti që kur vjen fundi... Prit tani? Ja, kështu. Ato shefër pasi kanë bërë 2 orë gatim, bëjnë këtë. Hola! Ra lulja! Ra lulja, po Shpejto edhe byrekun edhe e mbyllim, se nuk kemi më kohë të lumshin duart. Shumë të mira duken. Byreku është fryrë, ka marrë një... Shikojeni në qik. Kujdes duart, ke nevojë për ndihmë, jo? Se në shtëpi nuk ka kur ndihmon që... Ja, te drasa. Ja dhe byreku. Fantastike. Po. Nuk e di, Po i ke qarë, nuk di. Nuk e di, domethënë. Të lumshin duart. E vendosim këtu, prandaj e kam bërë këtë fryrjen e bukur. Shiko sa e thellë është kjo tava, është ndër ato tavat e thella, edhe byreku ka dalë sipër. Të lumshin duart, Marcel. Faleminderit. Falenderoj shumë që ishe me ne sot në Villa 24. Të uroj sukses e ty edhe Renadës në Takfak dhe gjithë stafit pa diskutim dhe të presim këtu sa herë që të kesh kohë edhe dëshirë. Shumë faleminderit, kënaqësi shumë për të qenë në emisione të tilla, për ta nisur mëngjesin kaq bukur dhe unë të uroj dhe të falenderoj që isha. Faleminderit shumë, ty ishte kënaqësi. Tani kemi kohën e publicitetit të radhës.